Me një status, e kini status se tash Facebookin ta kam blloku, ta kam fshim, po e kini status ku ke thonë, për shembull nëse hipotetikisht del që Beadin Allahu që është gjallë, edhe shkon paraqitet në hall, krejt domethënë kanë më ngrit këmbë, më çudit veç Hashimi ju. Unë e di çka ke dësh me thonë. Kështu. Pra, sipas me ke pretenduar që Hashimi e ka vrarë. Pak më ndryshe. Kam thonë kështu, nëse gjatë gjykimit mbrojtja Hashim Thaqit i drejtohet trupit gjykos që mos e ndjekni klientin tim për Beadin Hallaqën sepse ai nuk është i vrarë, është i gjallë dhe çdo moment pritet me hy këtu në sallë. Në atë moment hapet dera hen dykosh të gjithë që nga dera përveç Hashimit. Pse? E tash pse vazhdon e ju me atë Unë e di pse, domethënë ti ke dashur me thonë që Hashimi e di saktë që ai është i vdekur. E din saktë që është i vdekur. Po pse a ki fakte për këtë? Unë kam thënë din se është i vdekur. Për tjerat e ka prokurori Po atë ka thënë për shembull prokuror na më të bën pyetje me thonë gazmen. Çet fjalë që e ke thonë atë, a ki provo, por se na bësh tash shumë interesant. Do me akuzojmë njëri tjetrin. Unë më fol për shumë gjëra, mirë po jo për gjëra që janë proces, sepse për shembull gjykatën speciale mundesh me çujt me lloj-lloj emri. Shreçujnë këta. Raciste po. Po. Nuk e ka dert. Mirë po me prek në proces nuk lejon. Me prek në proces nuk lejon. Pa ke qenë ti dëshmitar për këtë rast në hall? Unë